Profesor Recep Mejdanin është kryetari bordit të IKF-s, njëkohësisht profesor Halil Sykja, që është online, dhe profesor Floran Vila, që është në sallë, që janë pjesë pra antar të bordit drejtues të IKF-s. Ky forum organizohet nga IKF-ja në bashkëpunim me Departamentin e Fizikës. Atëre ja lë fjalën e hapjes profesor Neki Frashrit, i cili është kryetari i seksionit shkencave natyrore teknike të Akademisë së Shkencave. Përshëndetje. Në emër të kryesisë të Akademisë ju uroj mirëseardhjen. Një ndër aktivitetet e organizuar nga strukturat e akademisë në shërbim të edukimit. Ju jeni përdit përballë me probleme të edukimit dhe arsimit sot. Dhe mund të them që jetojmë në kohë të vështira. Dhe e shprehun në mënyrë humoristike, një nga problemet e kohës sotme paraqitet me këtë karikaturë, heroi kryesor Calvin. Dhe kemi të bëjmë me zhvillimin e maramendës të teknologjisë. Do të kemi parasysh që teknologjia është sa e mirë aq edhe e keqe. Zgjidh disa probleme dhe hap probleme të tjera. Një karakteristike e teknologjisë që njihet me emrin ligji i Kanzbergut, teknologjia nuk është as e mirë as e keqe as neutrale. Dhe problemi tjetër është zhvillimi i vullshëm i teknologjisë, që bën të vështirë që ti përshtatesh. Dhe veçanërisht ku ke të bësh me një masë nxënësish ku më shumë, ku më pak, do mbizotëroj dhe mendimi dhe mentaliteti i Calvinit. Dhe si nga biologjia, por dhe nga fizika, nga inxhinieria, dihet që ku sistemi reagon më ngadalë se sa ndryshimet që ndodhin në mjedisin e tij, gjasë sa të janë që arrit të dalë nga ekuilibri. Ajo që në kibernetikë është njohur me termin lidhje kundër pozitive. Dhe kohët e vështira duan forcë që të përballen. Dhe në rastin e një mësuesi, forca nuk është thjesht në dijet që duhet të ketë, po edhe në aftësinë për t'i komunikuar ato dije. Dhe ndoshta një defekt që kemi në një farë mënyrë është mos përshtatje me zhvillimet e shpejta që kanë ndodhur këto 10 vjeçarat e fundit. Është sa vëmendje i kushtojmë historisë të shkencës. E thënë thjesht, qoftë që flasim për elementet e para të themit të teorisë të relativitetit, çfarë përshtypje i krijojmë nxënësit. Është relativiteti një shpikje
Einsteinit, që bëj duke pa tavanin e zyrës ku punonte. Apo është një kurozim i zhvillimit të mendimit fizik në shekuj, paktën që nga koha e Galileu. Dhe kjo është një gjë që nuk është e lehtë edhe që të bëhet. Shkurt, duhet të mësojmë mi që ku flasim, t'i përshtatemi sa më shumë mjedisit ku flasim. Nuk kam që të zgjatë e më, e thash edhe në fillim që jenë në ju përballë me nxënësit. Unë edhe kolegët e mi, Florani, Olta, jemi përballë me studentët që gjithsesi kanë tjera probleme, tjera mendje. Kështu që nuk po e zgjat më, ju uroj punime sa më të mira të forumit dhe toj Oltën që të vazhdoj programin. Faleminderit profesor. Atëherë vijojmë me seancën e parë. Përshëndetje. Le të fillojmë me seancën e parë. Çështja që do të diskutohet është si ka evoluar në vite procesi i trajnimit të mësuesve. Fjalën e ka zonja Mirela Gurakuqi. Përshëndetje. Unë jam Mirela Gurakuqi, specialiste e kurrikulës së fizikës në Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë të Arsimit Parauniversitar. Kam kryer studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në vitin 90-91 dhe kam ushtruar profesionin e mësueses në gjimnazet e Shkodrës për gati 90 vite me radhë. Dhe pas punës në gjimnaze, ka filluar punën në Institutin e Zhvillimit të Arsimit, në sektorin e metodologjisë, për krijimin e paketës. Fokusi i punës ishte paketa me simulime interaktive ose metodologjitë me bazë teknologjinë në lëndët e shkencave të natyrës. Dhe pastaj në vitin 2019, institucioni jon u ristrukturua. Dhe tani jam përgjegjëse sektorit në drejtorinë e performancës, por gjatë gjithë viteve, edhe në vitet kur punova në Institutin e Zhvillimit të Arsimit, edhe tani që jam në Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë, që është vazhdimi i atij institucioni, për 15 vite, krahas drejtorive sektoreve që unë drejtoja, isha hartuese e kurrikulave, dokumenteve shkollore, dokumenteve mbështetëse, të programeve, por edhe të materialeve mbështetëse udhëzuesave për përdorimin e teknologjisë, por edhe për udhëzuesave të tjerë, të cilat i ndihmonin mësuesit në zbatimin e kurrikulës shkollore. Tashti, së pari ju përshëndes të gjithëve, ndjehem në fakt e vlerësuar për këtë mundësi që mu dha me ba një temë të tillë para jush. Unë pjesën e formimit tim e kam nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe përshëndes profesorët që janë të pranishëm, qoftë online, qoftë fizikisht, pasi
kanë lanë gjurmë në formimin jo vetëm timin, por edhe të gjithë kolegëve të cilët unë i shoh pranishme këtu, dhe janë edhe ata ish nxënëse të Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Atëherë jam përpjekur që prezantimin tim, i cili titullohet Si ka evoluar në vite procesi i trajnimit të mësuesve, ta organizoj në 3 shtylla, dhe këto shtylla janë si ka qenë kurrikula. Unë e kam filluar që në vitin 1980 deri në vitin 2025. Mund të kem ndonjë lapsus, jam përpjekur që çdo gjë që shkruhet në këtë prezantim të jetë saktë dhe ta marr mbi bazën e dokumentacionit që disponoj edhe në institucionin ku punoj. Megjithatë, çdo gjë që ne mund shohim se çedon, ne mund ta diskutojmë. Pra, e kam dhënë në periudha të ndryshme, kur ka pas edhe ristrukturime në institucionin, që dikur quhej institucioni i studimeve pedagogjike, që merrej pikërisht me hartimin e kurrikulave, por ishte edhe një institucion që luante një rol kyç edhe për zhvillimin profesional të mësuesve, edhe pse zhvillimi profesional dhe testimet e kualifikimit kryheshin nga universitetet. Atëherë, në vitin 1980 janë vitet e shkollimit tim, kur unë isha gjimnazist. Lënda fizikës zhvilloi në klasa dhe në laborator. Në atë periudhë, laboratoret ishin në formën më të mirë të mundshme, ishin laboratore të ardhur nga jashtë dhe i gjithë ekipi lëndor i fizikës punonte fort për jo vetëm t'i bënte funksional laboratorët, por edhe të zhvillonte çdo orë mësimi që ishte përcaktuar të bëjnë në laborator. Mbaj mend nga vitet e shkollimit, ne përveç klasës, që e kishim klasën ose kabinetin e fizikës. Përveç kabinetit fizikës, ne kishim edhe sallat e laboratorëve dhe ishin 2 salla të mëdha. Njëra ishte për pjesën për temat mësimore të vitit parë dhe dytë, dhe salla tjetër ishte për temat mësimore të pjesës 3 dhe 4. Lënda fizikës zhvilloi me 13 orë dhe atëherë ishte shumë e mjaftueshme. Pra në vitin e parë, të dytë dhe të tretë bëj me 3 orë, ndërsa në vitin e katërt, duke pas parasysh se ishte edhe përgatitja për maturën shtetërore të nxënësve, ishte me 4 orë mësimore. Matura shtetërore u fut për herë të parë, jo në vitin kur unë mora gjimnazin, po në vitin 1987. Dhe në fillim u bë matura shtetërore, pra fizika si lëndë e 4 maturën shtetërore, krahas gjuhës errësisë, matematikës dhe anglisht, gjuhës së huaj, u vu edhe si provim i detyruar. Nuk ishte opsional, por ishte provim i detyruar. Vitin e parë u bë vetëm provim me gojë, ndërsa në vitin 88 u bë dhe me shkrim dhe me gojë. Tash kurrikula fizikës nuk mund të themi se ishte vetëm me 13 orë, sepse kishim edhe një orë astronomi që zhvilloi në vitin e 4. Kishte elemente jo vetëm të astronomisë, por edhe të astrofizikës. Kishte një orë dituri natyrës, që kemi kapituj, puna dhe energjia që trajtoheshin aty. Kishte edhe një orë elektroteknik, që ishin dioda, tranzistorët, elementet e elektroteknikës, që edhe kjo bëhej me një orë në javë në vitin e 4. Ndërsa dituria e natyrës bëhej në vitin e 3 me një orë. Si organizoi zhvillimi profesional i mësuesve në vitin 1980-1990? Sistemi arsimor në atë moment në atë periudhë ishte i centralizuar. Mësuesit e fizikës përgatiteshin vetëm në Universitetin Shtetëror të Tiranës, në degën fizik, në katedrën e fizikës. Ndërsa në institutet e larta pedagogjike, siç ishte ai i Shkodrës dhe i Gjirokastrës, përgatiteshin mësuesit për të zhvilluar lëndën matematik fizik dhe kryesisht ishin për sistemin 9-vjeçar. Kabinetet pedagogjike dhe seksionet e arsimit koordinonin inspektimin e orëve mësimore. Dhe unë i maj mend, kam të fotografuar në memorie, si në klasat kur ishe në 8 vjeçare, ashtu dhe në klasat e gjimnazit, pedagog të cilët ishin edhe pedagog në fakultetin, në institutin e lartë, pranë katedrës matematik fizikës, por ishin edhe punojës në kabinetet pedagogjike, vinin dhe inspektonin rregullisht në mënyrë periodike orët mësimore në gjimnaz. Dhe ato pas orës mësimore bënin edhe një reflektim të orës dhe biseda të gjata me profesorin e lëndës, por edhe me ekipin lëndor të fizikës. Kabinetet dhe Instituti i Studimeve Pedagogjike, i themeluar në vitin 1965, luante një rol kyç për trajnimin, për materialet e trajnimit të mësuesve dhe për përmirësimin e metodave didaktike.
Në atë periudhë qarkullonin 3 revista të rëndësishme, siç ishte revista pedagogjike, e cila ishte një revistë periodike. Gazeta Mësuesi, cila botonte risitë e metodologjive të reja. Dhe revista Shkenca dhe Jeta. Seksionet e arsimit në nivel rrethi koordinonin procesin e trajnimit dhe siguronin që të gjithë mësuesit të ishin të përgatitur dhe të zbatonin kurrikulën kombëtare. Nuk ishte shumë fleksibilitet për të përditësuar metodat e mësimdhënies, por shkollat në atë kohë ishin pajisur me laboratore dhe zhvillimi i lëndës fizikës ishte, domethënë, ndihmoi shumë në periudhë, pasi çdo gjë konkretizohej në laboratore. Dhe harrova t'ju them, i njëjti laborator që unë kam pasur në shkollën e mesme ishte me të njëjtën infrastrukturë edhe në shkollën e lartë, me banka optike, me të gjitha. Në këtë periudhë, domethënë në vitin 1986, u organizuan për herë të parë olimpiadat e fizikës, olimpiadat me shkrim që filloi në bazë shkolle, pastaj në bazë rrethi dhe në Tiranë kombëtare. Në fakt, deri atëherë zhvilloheshin vetëm olimpiadat e matematikës. Dhe duke qenë studente e vitit 4, unë kisha 3 vite që kisha investuar tek matematika dhe me detyrim u detyruam një pjesë e nxënësve të kalojmë që të kontribojmë për olimpiadën e fizikës dhe ishte viti i parë që ne po përgatitnim materialin e gjithë e 4 viteve. Ekipi lëndor i fizikës u përkushtua maksimalisht dhe 4 mësuesit, cilët ishin që përbënin katedrën e fizikës, e ndanë në 4 kapituj të mëdhej dhe secili prej tyre, duke përkthy materiale rusisht majmet, na përgatiti për të filluar fazën e parë të olimpiadës. Ndërkohë, në Tiranë, vëzhguam përmes televizionit edhe konkursi kombëtar që u bë për lëndën e fizikës, ku morën pjesë maturantët, kryesisht me ushtrime cilësore. Në atë periudhë, ne kemi ndjekur nga televizioni, nuk kam qenë pjesë atij konkursi, po me të gjithë ato pjesëmarrës, ne jemi takuar në vitin e parë kur filluam studimet në vitin 1986. Të gjithë nxënësit që kishin qenë në olimpiadat kombëtare, me shkrim dhe në konkursin kombëtar, ishin rekrutuar si student në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Biles në momentin e regjistrimit, 2 sekretarët kishin 2 lista. Nxënësit që kishin marrë pjesë në olimpiada, pavarësisht nëse s'kishin fituar, kishim shku deri në Tiranë. Nuk kisha marrë çmim brenda, por kishin marrë pjesë. Dhe nxënësit që kishin qenë të gjithë të pranishëm në konkursin në televizion, ato kishin 2 lista dhe çekonin të gjithë nxënësit, duke pas shpresë që të gjithë ata që i kishte dalë drejta studimit për fizik do të formonin grupin dhe gëzoheshin kur shikonin se emrat e tyre po viheshin në listën e kursit të vitit 1986. Si zhvilloi kualifikimi i mësuesve në vitin 1980-90? Kualifikimi i mësuesve organizohej nga IAL, institucionet e arsimit lartë, nga Universiteti i Tiranës dhe institutet e larta pedagogjike për fizikën dhe për lëndë të tjera kuptohet. Shkallat e kualifikimit ishin 3. Shkalla e tretë ishte me 5 vite përvojë pune. Shkalla e dytë e kualifikimit, kategorisë 2, ishte me 10 vite dhe mësuesi kategorisë parë ishte me 20 vite përvojë pune. Të gjithë mësuesit në dijenin time, ju mund të më korrigjoni nëse unë jam që dojnë këtë pjesë, mbaj mend vinin nga rrethet dhe në periudhën e fund qershorit, ato bënin leksione të përditshme me pedagogët të cilët ishin të përcaktuar, bënin lëndën e metodologjisë dhe jepnin leksione shtesë për metodologjitë, për anën shkencore, për çdo risi që kishte në lidhje me, për t'i përgatitur ata që të bënin testimin final. Ato shkonin rregullisht, ishin në atë periudhë 5-10-20 vjeçar, ishin kthyer në student dhe bënin leksione çdo ditë dhe në përfundim do të bënin një test i cili ishte në fakt kishte pjesën metodologjike dhe shkencore, por ishte shumë serioz sepse unë baja mend angazhimin e tyre dhe atë përgjegjësinë që kishin nëse do e marrim apo s'do e marrim provimin. Kualifikimi bazohej në një punim metodik, siç ishte pjesë e dosjes, nuk quhej dosje, për një temë specifike, të cilat ata do ta dorëzonin. Pastaj ishte provimi me shkrim, i cili bëhej me seriozitetin më të madh. Tash çfarë ndodh në vitin 90-91? Në shkolla kishte mungesë të theksuar të laboratorëve. Me marrimin e studimeve, unë drejtohem gjimnazin ku isha për të marrë dokumentacionin shkollor dhe për të orientuar për hartimin e planeve.
për të marrë informacione të tjera te ekipi lëndor i profesorave që më kishin përgatit. Gjej një situatë tepër të padëshiruar. Laboratoret ishin shkatruar gjithë, edhe pse unë isha në qytetin e Shkodrës dhe qyteti i Shkodrës, gjimnazet ishin në qendër të qytetit. Një gjatë të tillë e pash në të gjithë, edhe aty ku fillova punën. Laboratoret i kishin vendosur, ishin shkatruar si sallat e dedikuara, i kishin vendosur në depo, i kishte mbuluar pluri dhe nuk përdorshin më. Por të bë orën e mësimit, her pas here më duhej të shkoja të mlidhja ca mjete, të cilat ca ishin të thyera. Por mundohesha her pas here të merrja për demonstrime disa mjete, të cilat i shikoja që nga mungesa një salle, nga mungesa mirëmbajtjes, ata çdo ditë do vinin dhe do të shkatroheshin. Ndërsa në gjimnazet kryesore ishin mbas sallat e laboratorëve, ishin mbas salla nxënësish, si ishte rrit shumë numri nga prurjet e zonave rurale në qytet, ishte rrit shumë numri i gjimnazistëve dhe nuk ishin në salla për të bërë mësimin. Prandaj ata ishin kthyer në salla ku bëjmë mësim. Kurrikula vazhdonte me 14 orë javore, 13 orë, pra siç ishte 3 dhe 4, ndërsa 1 orë javore në astronomi, e cila vazhdoi deri në vitin 99, jo për gjithë gjimnazet, por vetëm për gjimnazet ku filloi pilotimi. Tashti, në vitin 1999, se do vazhdoj për zhvillimin profesional, dhe në vitin 2003, reformohet kurrikula fizikës. Kuptohet nga Instituti i Studimeve Pedagogjike në bashkëpunim me fakultetin, me pedagogët e Fakultetit Shkencave të Natyrës, hartohen programet e reja për atë që unë e kam quajtur kulmin, futje në sistem të profilit natyror dhe shoqëror. Shkolla jon, unë isha mësuese në atë kohë në gjimnazin 28 Nëntori, u zgjoll një ndër shkollat të 10 shkollat e Shqipërisë për të bërë pilotimin, dhe pilotimi zgjati 4 vite. Lëndët e shkencave të natyrës bëheshin në 2 vitet e para, nxënësit nuk ishin diferenca në kurrikulën shkollore. Ndërsa në vitin e tretë ndai profilizimin shoqëror dhe natyror. Atëherë struktura ishte e tillë, ishte 4 vjeçare përsëri dhe orët e mësimit zhvilloheshin për profilin natyror 3 në vitin e parë dhe në vitin e dytë, ndërsa në vitin e katërt bëhej një fizik me 4 orë dhe në vitin e pestë, në vitin e tretë një fizik me 4 orë, ku ishte profili i natyrorit, shkencorit, ndërsa në vitin e katërt, që kishte edhe provimi i maturës, njëkohësisht edhe astronomia u hoq dhe ju inkludu në kurrikulën e fizikës, u ba me 5 orë mësimore. Dhe kjo kurrikul ishte në performancën më të mirë të mundshme, qoftë nga tekst që u krijuan, qoftë edhe nga programi. Ndërsa profili shoqëror pati një problematik, sepse kishte 3+3. Ndarja ishte 2+2 vitin e katërt. Tash çfarë vura re unë dhe ekipi lëndor aty, të cilët na u dha me zbatu një kurrikul të tillë pas një trajnim. Vetëm me materiale që dërgoheshin përmes Institutit Studime Pedagogjike, që përgatiteshin kuptohet nga pedagogët, të cilët ishin duke hartuar tekste dhe silleshin në seksionet e arsimit, drejtoritë arsimore, quheshin seksione arsimit, na silleshin në shkollën tonë. Me fotokopje. Mësimi bëhej me fotokopje dhe kishim në dispozicion fotokopjen që edhe nxënësve mos t'i japim me shënime, po t'i japim me fotokopje çdo material. Çfarë problemi kishte? Çfarë vumreni? Programet në mbyllje të pilotimit na u kërku nga Instituti i Studimeve Pedagogjike të bëjmë një draft në të cilën ne mund të shprehshim të gjithë problematikat. Dhe problematikat që vërejtëm ne ishin se programi ishte identik, si për profilin natyror, ashtu dhe për shkencorin. Ndërsa teksti, për shembull, po jap një shembull, teksti i fizikës të vitit të tretë ishte 425 faqe, në format madh kuptohet, ndërsa teksti i fizikës për të njëjtin program i profilit shoqëror ishte me 175 faqe, që do të thotë, nëse unë zhvilloja optikën për 3 javë në profilin shoqëror, në profilin natyror më duhet ta bëja vetëm për 2 orë mësimore brenda një jave. Dhe kjo ishte një përballje shumë e madhe për nxënësit të cilët donin të vazhdonin shkencat shoqërore, por ishin nxënës të mirë dhe kur përfundon vitin e dytë, ato dolën me një notë shumë të lartë në lëndën e fizikës, por kaluan tek sistemi shoqëror se donin të investonin për studimet e larta dhe u ndeshën me një fizik, të cilën ato kishin shumë vështirësi ta përballonin.
Problematikat që ne i paraqitëm institutit ishin të rregullohen programet, pasi programi i shkencave natyrës kishte gjeografinë më të rënduar se sa programi i shkencave shoqërore, kishte historinë më të rënduar. Pra, duhej që ky profilizim ishte shumë anë pozitive, por programet duhet të ndërhyeshin në programe dhe programi fizikës për profilin shoqëror duhet ishte më reduktuar dhe ajo gjë që t'jepej brenda orëve me aq orë sa ishte përcaktuar, 2 në vitin e 3, 2 në orën e vitin e 4, por t'ishte i përballueshëm që nxënësit asimilonin ato njohuri dhe koncepte të rëndësishme që duhet i merrnin. Jo të ishin të njëjtat programe për orë mësimore, sepse ajo krijonte një problem të madh. Ndërkohë, në të gjithë shkollat e Shqipërisë vazhdonte të gjatë viteve 99-2003 vazhdonte kurrikula e vjetër. Dhe në testet, duke qenë provimi maturë shtetërore, fizika, vetëm 10 shkollat bënin, pra Instituti i Studimeve Pedagogjike, Katedra e Vlerësimit, përgatiste 2 bashkëpunim me ministrinë, përgatiste 2 teste me 2 standarde për fizikën. Njëri test ishte testi që i ju nënshtroheshin 10 shkolla, nxënësit e 10 shkollave pilot, ndërsa testi tjetër ishte që për të gjithë sistemin, mbar sistemin, pra që nuk ishin pjesë e shkollave pilot nxënësit. Në atë periudhë u vurej që gjithë nxënësit që përfaqësonin në olimpiadat kombëtare dhe ishin fitues, ishin nxënësit e këtyre 10 shkollave. Pasi ne në takonte brenda gjimnazit të bënim mësim edhe me klasat ku kishin pilot. Njëkohësisht ato të viteve më sipër ishin nxënës të cilët bënin me kurrikulën e vjetër dhe kështu u quhet. Edhe në testet e maturës shtetërore shkruaj kurrikula, pra test i kurrikulës vjetër, ndërsa test profili natyror. Pra, gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe pse përgatiteshin materialet, ne nuk morëm asnjë trajnim. Tash rikthehem kualifikim. Çfarë ndodhi me kualifikimin nga viti 90-2025, pra ndër vite. Nga viti 90 deri në vitin 98 nuk u zhvillu as trajnim as kualifikim. Pra ne edhe pse në vitin 95 kishim mbush 5 vjeçare, ne nuk morëm asnjë kualifikim, sepse nuk funksionoi. Ju hoq universitetet dhe ai vit ka një vit pauze ku mësuesit nuk morën as trajnime as kualifikime. Instituti i Studimeve Pedagogjike kishte ndërmarrë në mbështetjen e UNICEF-it në atë periudhë të bënte trajnime për disa tema ekstrakurrikulare, të cilët po inkludonin arsimin jo formal në arsimin formal, por jo për lëndët e fizikës, e lëndët bazë të kurrikulës bazë. Gjëja më pozitive që kam bërë në sistem ishte në vitin 1992 pranë seksioneve të arsimit të shtohet numri i specialistëve lëndor dhe këto u quajtën formator. Formatorët lëndor në vitin 1992 u zgjodhen me kritere të pastra dhe në memorien time të gjithë mësuesit më të vjetër të gjimnazit që kishin një eksperiencë në lëndë të shkencave të natyrës, po them, por edhe të gjuhës të shtësisë të gjitha të tjera. U morën mësuesit më me eksperiencë sepse ato do ishin mësues, të cilët do luanin rolin e formatorëve, por do ndihmonin të gjithë mësuesit e qytetit ose të seksionit që përfshiheshin, thënë, brenda një zone, do i ndihmonin dhe do merreshin edhe me inspektimet në orët të mësimit, me rekrutimet e tyre ku kishin nevoja, ato bënin inspektime të ndryshme edhe në fshatra për të pa mësuesit që punojnë, për të pa performancën e tyre, bënin vlerësime. Ndërsa në vitin 1998 për herë të parë u rifut nga seksionet e arsimit sistemi i kualifikimit. Pra nuk bëhej më nga pedagogët, por një ditë ne na lajmëruan dhe thanë kush ka arrit 5 vjeçari, që aty kishte mësues edhe me 8 vite punë. Pra, unë atë periudhë kisha gati 8 vite punë, por edhe ato që kishin marruar 93-shin u morëm për një herë të gjithë në një sallë të seksionit të arsimit dhe bam kualifikimin me shkrim, nuk na u dha asnjë shpjegim. Pati një pjesë metodologjie, gjërat ishin bazike të thjeshta dhe pjesa tjetër ishte pjesë shkencore me ushtrime, po ishin të nivelit mesatar. Vazhdoi kualifikimi në këtë formë, edhe në vitin 2003, kur unë kisha mbush 10 vjeçarin, përsëri ishim një ekip i madh. Pra jo ato që kishin 10 vite, por kishin edhe më shumë vite. Pasi
atë 5 vjeçarin e bën pas disa vitesh. Dhe në këtë periudhë, Majmen u bën me të njëjtën formë dhe ne morëm vetëm certifikat të vogël që merr shkallën pa nivele vlerësimi, merr shkallën e 3 të kualifikimit dhe merr shkallën e 2 të kualifikimit. Dhe kjo zgjati deri në vitin 2006. Kurrikula e re e konceptuar në 2 profile, këto i thash. Atëherë, çfarë ndodh në vitin 2005, kjo kurrikul e profilit natyror dhe shoqëror fillon dhe implementohet në gjithë shkollat e Shqipërisë. Instituti i Studimeve Pedagogjike bën një ndryshim strukturor të rëndësishëm, pasi katedra e cila merrej me hartimin e testeve të maturës shtetërore dhe me vlerësimin e tyre, ajo del në një institucion me vete që quhet Agjencia e Vlerësimit të Arritjeve AVA dhe shkëputet nga Instituti i Studimeve Pedagogjike. Gjithashtu fokusi i institutit i pjesës së mbetur të 2 drejtorive të tjera, të kurrikulës dhe të kualifikim trajnimeve, bashkohen në një institucion që quhet tashmë Instituti i Kurrikulave dhe Trajnimeve, që në përbërje kishte 2 sektor, sektorin e kurrikulës për hartimin e programeve dhe dokumenteve mbështetëse dhe sektorin e kualifikimit që do merret me kualifikimin e mësuesve. Tashti, Agjencia e Vlerësimit të Arritjeve, pra sektori i vlerësimit, bën një studim të thelluar për me ndryshuar strukturën e testeve. Deri atëherë, pra ju i keni parasysh të gjithë, testet e maturës nga viti 88 që u bën me shkrim deri në vitin 2005, kishin pothuajse një strukturë me 5 pikë që bëheshin ato ushtrimet. Ushtrimi i parë kishte 4 ushtrime dhe secili 5 ishte shumë e vështirë me e detaju me logjik. Megjithatë, ne duke bërë një zhvillim të brendshëm profesional, arrinim me bërë një lloj vlerësimi, por nuk ishte i bazuar mbi një metodë të qartë, ai lloj vlerësimi. Dhe korrigjimi bëhej, kuptohet në shkolla, korrigjimi i testeve të maturës. Tashti çfarë ndodh në vitin 2006? Pra me krijimin e kësaj agjencie bëhen studime të thelluara se si hartohen testet e maturës, si konceptohet një test, dhe shohim një diçka tjetër krejt, një strukturë të re testi, i cili bazohej në tabelën e blueprintit, kur merrte dhe të gjithë kapitujt, tematikat brenda kapitujve, njohuritë dhe konceptet brenda çdo teme, dhe përcaktonte me përqindje se sa do paraqitej në test. Njohuritë dhe konceptet e çdo teme, sa do të përfshiheshin në test. Ne një gjatë të tillë bënim edhe kur bënim provimet me nxënësit, sepse nga gjithë kapitulli ne i thonim që kjo temë është shumë e rëndësishme, kjo do merret. Pse? Sepse është pjesë e maturës shtetërore, është në provimet e maturës, por nuk ishim mësuar me punu me skema të tilla. Kjo skemë ishte në fakt të risi për ne, po ishte shumë e bukur dhe na jepte ne një panoramë të qartë për mënyrën se si strukturohej. Por paketa e hartimit dhe vlerësimit të testave nuk ishte vetëm kjo tabela blueprintit, por ishte edhe skema vlerësimit. Skema vlerësimit ishte detajuar me notë dhe përqindje, që ju tashmë i keni qarta, por kishte edhe teoremin e Gaussit. Pse? Sepse nuk të ndaheshin në mënyrë të barabartë nota 5, 6, 7, 8, 9, 10 për secilën notë, por fokusi më i madh ishte ajo dënduria më e madhe bazuar në teoremin e Gaussit, ishte për notën 7-8, nivelin mesatar. Ishte pak më e gjerë në nivelin pak më ngushtë, sepse 7-8 ishte 5-6 dhe krejt e ngushtë 9-10. Dhe mbi bazën e kësaj teoreme do ndërtohej edhe i gjithë skema e blueprintit. Hartimi dhe menaxhimi dhe korrigjimi i testet u bën për herë të parë nga Agjencia e Vlerësimit të Arritjeve dhe maturantët për herë të parë u testuan nga ministria, pra përmes Agjencisë Vlerësimit të Arritjeve. Nuk ishin më notat që i jepnim ne duke i korrigjuar në mjediset shkollore. Bëhej teza me sekretime dhe pastaj dërgoheshin në Tiranë dhe dilnin notat online. Dhe e njëjta gjë u bë si për testet e maturës shtetërore, u bë për mësuesit, të cilët u gjetën në mënyrë ato që i kapi 10 vjeçari, 20 vjeçari, 5 vjeçari, ato bën për herë të parë, mund të kemi edhe pranishëm këtu dhe e din mirë emocionet që kaluan, sepse unë nuk më kapta i moment, por kapte kolegët e mia që kishin një 5 vjeçar më të madh se unë. Dhe ato ju nënshtruan një provimi pa i dhënë asnjë lloj trajnimi.
Vetëm i thanë do bëhet një provim me sekretim, siç bëhet matura shtetërore, dhe provimet u banë në sallat e universiteteve, më mend në sallën e Universitetit të Shkodrës, u mlodhen të gjithë mësuesit dhe u bë testimi. Administratorët kishin ardhur nga Tirana, mësues të përzgjedhur nga Tirana dhe nga gjithë Shqipëria, dhe ruanin, do të thënë, administronin, se thash si në mënyrë vulgare ruan, administronin provimin, shumë përgjegjësi. Pastaj ardhen nga seksioni i arsimit, drejtoritë arsimore, i ardhen përgjigjet për notat. Ky ishte provimi i parë që bën, i cili kishte edhe pjesën metodologjike dhe pjesën shkencore. Ishte i hartuar nga institucioni që quhej atëherë Instituti i Kurrikulave dhe Trajnimit, sektori i kualifikimit. Pra gjithmonë ata bashkëpunojnë edhe me pedagogë dhe me mësues nga gjimnazet, për me bë fondet e pyetjeve, për me bë testet e maturës, testet e kualifikimit. Tash çfarë ndodhi në këtë periudhë? Përderisa në maturën shtetërore u futën testet e reja, me një strukturë të re, Agjencia e Vlerësimit të Arritjeve bëri trajnime serioze në seminare 2 ditore. Mend të gjithë mësuesit që jepnin mësim në matura, u dërguan, i bjen shumë pak për rrethe. Do të thënë, zgjidheshin kryesisht në gjimnazet kryesore, sepse pastaj ishte pesha jon, ka qenë e pranishme në të gjitha, sepse çdo vit kisha matura. Dhe kemi qenë 2 vet nga Shkodra dhe ne kishim pastaj secili çdo material që kishim marrë në seminarin 2 ditor, me një kohë zgjatje nga ora 9 deri në 4 pas dreke, të gjithë materialet që na kishin dhënë për strukturën e re të testit do ja jepnim në një ditë të shtunë në trajnimet që do zhvillonin me gjithë mësuesit e gjimnazeve të qytetit. Pra njëjta gjë, ishte e njëjta logjikë në të gjitha rrethet. Seminari ishte shumë i vlefshëm, ishte gjithë kjo skem që ishte vendos, na u shpjegu qartë brenda 2 ditëve nga specialistët e Agjencisë Vlerësimit të Arritjeve. Njëkohësisht, kualifikimi i mësuesve. Harrova t'ju them, vlerësimi që kishte ky kualifikim që u bë për herë të parë me shkrim në mënyrë të sekretuar, kishte 3 vlerësime. Vlerësimin mjaftueshëm për herë të parë, vlerësimin mirë dhe shumë mirë. Dobët nëse nuk e merrje. Nuk di t'ju them katofi i pyetjeve, i pikëve për me bë kalimin. Nuk e kanë të dokumentuar diku që unë ta merrja, sot e kemi të dokumentuar. Tash çfarë ndodh në vitin 2009-2016? Jemi përsëri para një reforme. Dhe pse ndodhi kjo reformë? Ne ishim konsoliduar në shkollën tonë, ishte, domethënë pas pilotimit, ne tashmë kishim tekstet në dorë, edhe pse kishin pak problematika, por më tepër lapsuse tekstet, dhe ato që i thash mbetën përsëri, jo programet, jo teksti shoqërorës përsëri, i koncentruar pra i njëjti program në një tekst me numër faqesh sa gjysma e materialit që ne kishim për fizikën e profilit natyror. Ato ngelen nuk ndërhyjnë, nuk bën një rivlerësim. Tashi u implementu në të gjithë sistemin arsimor dhe pati problematika. Qa problematikash? Mësuesit u ndodhen para një vështirësie. Unë e maj mend periudhen 2099-2003 sa më zhdasht. Bile nëse e krahasoj me periudhën e investimit që kam bërë në shkollën e lartë, më duket sikur kam mësuar më shumë. Kam punu më shumë, sepse duhet zbërthehej e gjithë ajo kurrikul, gjithë ai material që ishte risi total. Dhe kam shfletu në ato vite shumë të gjithë literaturën e fizikave që unë kam marrë në Fakultetin e Shkencave, për me i trajtu. Tashti gjithë mësuesit ishin pa përgatitur, ishin pa trajnuar. Kishte prej tyre edhe në shkollën tonë ishin shumë të zotë. Por jeta ishte e vështirë. Ata ishin me 2 punësime. Nuk kishin kohë fizike të merreshin edhe me fizikën, e cila ishte strukturuar në mënyrën më të përkryer. Por donte mbështetje, mase donte edhe orë mësimore më pak. Ne ishim mes të 2 orë mësimore. Ne bënim mësim njëkohësisht edhe te profili natyror dhe shoqëror. Edhe tek kurrikula vjetër edhe tek e reja dhe na u deshte të përgatisnim shumë ditare brenda një dite. Pra, të gjithë këto probleme. Problemi ishte edhe te nxënësit, zakonisht në gjimnazet e mira, pra në gjimnazën ku isha, krijoheshin 3 klasat profilit natyror dhe 2 shoqëror. Nuk ishte asnjë kriter që nxënësit nga viti i tretë, pavarësisht nga nota që kishin marrë apo formimi shkencor që kishin, të futeshin në klasat e natyror. Nuk u vendos një kriter bazë, që duhet ishte nota. Nxënësi futej me 5 në profilin natyror, ndërsa ai nxënës që kërkonte të vazhdonte për shkenca shoqërore futej
në profilin natyror dhe kishte notë të mirë. Kjo krijoi një vështirësi, pasi ai nxënës me 5, me 6, me 7 nuk arrinte ta përballonte këtë program. Dhe pastaj kishte probleme për notën, për mesataren, për degën që do zgjidhte. Dhe ne u ndeshëm me shumë probleme. Atëherë, u kriju një klim sikur kjo duhet hiqet nga sistemi, sepse është e dështuar. Ne në fakt kemi pas shumë dhimbje kur na kanë thënë që kjo do hiqet. Ne prisnim përmirësimin, një vlerësim nga politik bërësit, një vlerësim nga të gjithë ato që po hartonin pra instituti kurikulave dhe trajnimeve dhe kishim qu drafte pa fund për me rregullu problematikat. Madje kishim bërë një korrektim shkencor të gjithë problematikave lapsuseve në çdo tekst. Dhe nuk u mora asgjë parasysh. Në vitin 2009 gjendemi de facto para një reforme të re. Dhe kjo reformë unë mendoj se është çarja për lëndën e fizikës dhe gjithë problematikat që kanë ardhur mbrapa, unë i lidhi me këtë moment. Është viti 2009 kur sistemi arsimor ndryshon nga siç ishte pra 5-4, sistemi arsimor kthehet në fakt 4, se thash gabim, kthehet në 5 për arsimin fillor, 4 në arsimin e bazë, quhet AMU, quhet më vonë, quhet akoma AMU, dhe 9 vjeçari u quhet, dhe 3. Kalimi nga 4 vite, në 3 vite ishte për mua dështimi më i madh. Problematika më e madhe që u bë në këtë rast nxënësve që kërkonin një formim shkencor për shku në degët elitare. Dhe vështirësitë i patëm edhe ne mësuesit. Përveç se u kthy në 3 vite, u hoqën edhe orë mësimore. Programet u hartuan nga specialistët e Institutit Kurrikulave. Programet nuk ishin probleme. Unë i kam të ruajtura të gjitha. Programet janë pothuajse të kopsitura mirë, programi si program. Por na vendosën tekstet e përkthyera italiane. Ai ishte një problem madhor tjetër. Përkthimi ishte bërë me kohë rekord. Gabime në shqipërime në terminologji ishte i llatarshëm. Përballeshin përballë nxënësve që vinin nga klasa 8 gjithmonë me shumë boshllëqe, kishin në dorë tekstin dhe në momentin kur ne nuk i thonim korrigjim, unë kisha gjetë një shprehje për t'i thënë nxënësve që do i formulojmë tek hapësirat boshe këto ligje ose këto përkufizime më mirë, sepse ashtu siç është thënë në mënyrë akademike, ju e keni të vështirë ta riprodhoni, nuk e mësoni dot përmendsh, por nuk i thoja se është me gabime. Kjo ishte etika e komunikimit që unë përdorja. Dhe nxënësi kur unë ja shqiproja, më shikonte edhe me dyshim. Pasi kur ngrihej, ai thoshte përmendsh ashtu edhe pse ishte pa logjikë, edhe pse ishte gabim. Pastaj ndjeka një metodë tjetër dhe i thash, ne do të bëjmë një korrigjim. Një korrigjim gjithmonë para fillimit mësimit. Dhe i korrigjoja, domethënë, tekstin vend për vend për me fillu pastaj orën e mësimit në që nxënësi, kur të mbaronte ora dhe kur shkonte në shtëpi, ti referoj atyre problemeve që ndeshnin. Ky nga problematikat e mëdha që pati hedhja në treg e teksteve italiane, ndërkohë që ne kishim të mira shumë tekstet shqiptare të bërë nga autor, nga pedagog. Për një vit, po brenda 2 vitesh, se unë pastaj u largova nga mësimdhënia, brenda 2 vitesh dolën tekstet e reja me autor shumë të mirë, që në fakt përdoren edhe sot. Janë tekstet e kësaj kurrikule, e cila zgjati nga viti 2009 deri në vitin 2016, me gjithë problematikat e sistemit 3 vjeçar. Një ide ishte që klasa 9, ashtu siç është, të bashkangjitej i sistemit 9 vjeçar dhe mësuesit e fizikës të shkonin nga gjimnazi dhe të bënin mësim dual, edhe në 9 vjeçare, edhe në gjimnaz. Na u kërku me dëshirë dhe asnjëri s'pranoi me bën një gjë të tillë. Dhe na u duk absurd që fizika klas 9 të zhvennosej në 9 vjeçare. Ishte një ndarje mekanike. Ne e refuzu dhe pastaj u vendos që fizika e 3 viteve, e 4 viteve të bëhet për 3 vite. Dhe orët mësimore, nga i numër i madh 15 orë që kishim, nga profilin natyror, u kthyn 8 orë mësimore. Dhe ne morëm një trajnim të mirëfillt. Por këto risit nuk i pritëm mirë. Në trajnimin që patëm në Institutin e Kurrikulave dhe Trajnimeve në gusht të vitit 22 gushte, të vitit 2009, ne dolëm të dëshpëruar nga ato 2 ditë.
Pasi morën vesh tekstet ndojen italiane. Morën vesh të orë të mësimore, morën vesh strukturën e re, që e kishim në gjupë, tash ishte marrë formën e prerë. Dhe gjithë problematika ne i shprehem. Pastaj të njëjtën gjë bam, mas trajnimit, 2 ditor, materiale pafund që na dhanë përsëri për strukturën e re të testeve të maturës shtetërore, që ishte një gjë shumë e mirë. Me ndryshimet që ato kishin bë, ne bam trajnimet në rrethe. Tashti, unë këtu kam paraqit një panoram të kurrikulës së gjimnazit në këtë vit, 2009-2016. Pra kurrikula për vitin e parë, fillon të mekanika, gjithë ato si që kishin filluar në klasën e 9, ishin klasën e 10. 2 orë javore. Në vitin e dytë, bërtham, dhe detyruar. Në vitin e dytë, 2 orë javore. Në vitin e dytë, kishte edhe një lan opsionale, fizika e zbatuar, ishte një lëndë opsionale, e cila mund të zgjidhej me dëshirë nga nxënësit. Pastaj ishte fizika e thelluar përsëri me 2 orë javore. Dhe një lëndë shkencë, e cila kishte kapituj nga fizika, kimia dhe biologjia, kjo ishte bërthame detyruar, bëhe 1 orë në javë, po brenda një faqe regjistri do shkruanin emrin 3 mësuesat e lëndëve dhe do viheshin notat me përqimje për t'i dalë një notë për lëndën shkencë. Ktu u vendos një kapitull i cili nuk ishte vendos, ishim heq nga programi i klasës i fizikës bërtham dhe u vendos këtu për ta plotësuar. Pra, tekstet u hartuan pastaj nga pedagog, nga hartues tekstesh të vjetër me përvojë dhe u vunë në qarkullim. Hoç teksti italian u vunë tekstet e reja. Tash i trajnimet në vitin 2009 i përmenda këto. U zhvilluan edhe disa trajnime të cilat kishin fokus mësimdhënien me në qendër nxënësi, metodat e mendimit kritik dhe u ban trajnime të cilat zgjatëshin edhe në periudha 1 mujore nga specialistë të ndryshëm që vinin nga Tirana. Tashti si bëhej kualifikimi mësuesve në vitin 2010-2019. Kualifikimi mësuesve mori një format tjetër. Në vitin 2010 u bë një ndryshim strukturor përsëri Institutit Kurrikulave të Trajnimit dhe i Agjencisë Vlerësimit të Arritjeve. Emri i saj mori IZHA, Instituti i Zhvillimit të Arsimit, dhe emri i Agjencisë Vlerësimit të Arritjes u quajt Agjencia Kombëtare e Provimeve. Ato nuk ndryshon gjëna, i përsosën, por nuk ndryshon strukturën e testeve, ndërsa sektori i kualifikimit brenda Institutit të Zhvillimit të Arsimit ndryshoi strukturën e testeve të kualifikimit, të cilët hartoheshin me bashkëpunëtor, me pedagog edhe me të jashtëm edhe me mësues, njëkohësisht edhe specialistët lëndor. Mësuesit merrnin për kategorinë e parë mësues mjesht, titullin specialist dhe mësuesit. Atëherë mund ta shkallët e vlerësimit që baheshin këtu edhe shkëlqysha. Kush i organizonte trajnimet? Në këtë periudhë i organizonte IZHA, organizatat jo të fitim prurse, të cilët i bënin trajnimet, por nuk merrnin pagesë, mësuesit i merrnin falas, dhe agjencitë trajnuese, të cilët nuk i kishin të akredituar, por ishin certifikuar si agjenci trajnuese dhe bëheshin me pagesë. Në vitin 2010-2014, ato trajnimet që u ban për platforma digjitale, për materialet sektori ku drejtoja unë, kanë qenë me një numër të kufizuar, pasi nuk kishim mbështetje financiare dhe në atë periudhë nuk arrinim me përfshit gjithë mësuesit, por dokumentacioni dhe udhëzuesit ne i kishim shpërndarë. Reforma kurrikulare viti 2016-2025 ishte reforma e cila në këtë rast përsëri për sistemin arsim fillor, arsim mesëm, ulët dhe arsim i lartë. Në sistemin 5, 4 dhe 3. Programet u hartuan nga specialistët e IZHA-s në bashkëpunim me pedagog dhe me mësues të cikleve përkatëse. Kurrikula u fut, do me thënë, pjesa fizikës të dituria, sepse dituria nuk ishte ma në klasa 3-4, po nga klasa e parë, me nga 1 orë 3 vitet e parë dhe pastaj vazhdoj. Fizika u ndan klasën e 6 me 1 orë, pastaj 2-2-2, ndërsa në fizikën bërtham vitit parë 2 orë dhe me fizika me zgjedhje 4 orë total. Janë bërë shumë trajnime dhe ajo kurrikula re u bë pilot një herë
në 26 shkolla në 13 qarqe, në çdo qark ishte, se ishin 13 drape atëherë, ishte një shkollë qytetit dhe një shkollë rurale, një zonë urbane rurale, dhe i kemi ndjek, koordinatorët lëndor të Izhës kanë ndjek, për shembull isha e caktuar për qytetin e Shkodrës, dhe shkoja her mas here me mjek me ba trajnime me ta, gjithë materialet që ne po i bënim, ishim në mbështetje të tyne, njëkohësisht merrshin edhe trajnime çdo fillim vit edhe në Institutin e Zhvillimit të Arsimit, vinin nga gjithë Shqipëria. Pastaj trajnimet masive janë bërë për zbatimin e kurrikulës së re nga viti 2015-2019, shumë intensive. Nuk kam mundësi këtu sepse koha është e limituar, por kam marrë edhe një kolan fotosh për këtë periudhë që është bërë. Pastaj po vazhdoj në vitin 2021, kriju kapti, pranë institutit, ndërkohë institucioni jonë i zhvillimit të arsimit u ristrukturua përsëri, dhe emri i mori tash nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë Arsimit Parauniversitar. Njëkohësisht edhe AKP-ja mori emrin QSHA, Qendra e Shërbimeve Arsimore, që merret me, dhe janë dy institucione të cilat edhe pse kishin ndërlidhje, tashmë janë ndalë me institucione, pasi ne bëjmë programet e maturës shtetërore, ndërsa ato bëjnë testet. Në vitin 2021 u kriju kapti, është një komision i akreditimit programeve të trajnimit, pra gjithë agjensitë duhet të akreditonin modulet e trajnimit që kalonin në filtra, kalonin në një vlerësim, sistem vlerësimit nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë, pastaj t'ja përcjellnin mësuesave. Dhe mësuesit nuk do të bënin trajnime çfarë do, por trajnime të certifikuar edhe me një certifikat, e cila vendoset tani edhe në sistemin e SMIP-it. Këto janë temat e trajnimeve që janë bërë gjatë këtyre viteve. Çdo material që bënim ne i bënim trajnime, por në vitin 2021 u krijuan edhe ato drejtuesit e rrjetet lëndore, i drejtonte një drejtues rrjetit me përvojë. Ne vendosëm vetëm kriteret si do të rekrutohen, ndërsa drejtoritë arsimore vendosën i përzgjodhen ata, dhe ne pastaj Agjencia e Sigurimit të Cilësisë për çdo produkt nuk trajnonte gjithë mësuesit e Shqipërisë, trajtonte drejtuesit e rrjeteve, dhe drejtuesit e rrjetet e përcjellnin duke bërë një trajnim në javë në muaj të detyruar gjithë materialin që e sillte, duke u koordinu dhe duke u ndjek nga ky proces nga drejtoritë e arsimit në rrjet. Tashi unë po e mbylli shpejt. Skema e vlerësimit tashmë në 2025 ka marrë një performancë krejt ndryshe. Trajnimet tash i ofrohen nga institutet e arsimit lartë që u futën për herë të parë në vitin 2024. Nga organizatat jo të fiksit imprurse, për këto organizata duhet kenë module të certifikuar nga institucioni jonë, nga kapti, nga ASKAP-i për gjithë produktet që bën me drejtuesit e rrjetit, vetëm me drejtuesit e rrjetit, nga Qendra e Shërbimeve Arsimore për vlerësimin, për ato testet që bën për maturën shtetërore e tjerë, por kanë ndërmarrë njëkohësisht paralelisht me ne edhe për PISA. Rrjetet profesionale bëjnë trajnime vetë çdo drejtues rrjeti, subjektet e tjera të agjensive. Tashti ka ndryshuar mas vitit 2020 që kaloi pandemia, janë të drejtë për drejta të kombinuara dhe online. Pra drejt për drejt janë nëse jenë klasë të kombinuar siç jemi ne sot, që jemi edhe online edhe fizikisht dhe online nëse i zhvillojmë online. Nga mungesa e mbështetjeve financiare, ne një pjesë mirë të këtyre i bëjmë online tashmë, sepse masivizojmë, fusim mësues më shumë se sa drejtuesit e rrjetit dhe i informojmë për të rejat ose për çdo dokument të ri. Kjo është skema e re, unë mund t'ju avem në dispozicion gjithë këtë prezantim sepse koha është e limituar dhe kjo është skema e re e kualifikimit tash që është bërë në vitin 2024 dhe vihet në zbatim 2025, pasi në 2023 u hoq testimi për mësuesit e 20 vjeçarit, do të kishin vetëm një orë mësimore me prezantu dhe ishte vetëm për ato që kishin 5 dhe 10 vjeçar dhe testimi bëhej menaxhohej nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë, nga SKAP-i, ndërsa në vitin 2025 do të kemi një koordinim me QSHA-n, pra është ndryshuar edhe periudha e marrjes, 3 vjet si mësues merr shkallën e 3, 8 vjet si mësues merr shkallën e 2 dhe 15 vjet si mësues merr shkallën e parë të kualifikimit. Por do të ketë test i cili do të jetë i automatizuar, fondin e pyetjeve e përgatisin ASKAP-i, ndërsa testin e automatizuar me mikëqyrjen e përfaqësuesit që ka bërë fondin nga ASKAP-i
bëhet në institucionin e Qendrës Shërbimeve Arsimore, ashtu siç bëhet testi i mjekësisë. Dhe ndërsa mësuesit e tjerë kanë dosje, kanë orë mësimore, orë të hapur e tjerë. Tash ky ishte, të tjerat nuk po zgjaten. Faleminderit Mirela për këtë përshkrim të detajuar të trajnimit të mësuesve në vite. Vazhdojmë me pyetje dhe diskutime rreth kësaj teme. Po, profesor? Në 24-ës që e bëndë mund të parë në testimot. Pyetja ime është kjo, në këtë skemën e ri të kualifikimit që nuk e trajtove, po ndoshta departamentet e mësuesve. Gjithkohë që duhet të mbyllë shpejt, se unë kisha slide. Pyetja ime. Po. Ka rol Departamenti i Fizikës i Universitetit të Tiranës në këtë skemë të re të kualifikimit? Në qoftë se ka, sa përqind ka e si e ka? Apo kualifikimi i ri apo i vjetër, kemi pas më përpara, Universiteti, Departamenti i Fizikës ka qenë lije për këtë çështje. Dhe këtë Skema re e vlerësimit në institucionin e se keni përmend aty drejtues, e gjithë të çfarë të drejtues, si janë të drejtues rrjetit janë mësues. Janë mësues të cilët plotësojnë kriteret për me trajnu, ato vinë dhe marrin trajnimet nga ASCAP për çdo, po, dhe pastaj ata e përcjellin, kanë edhe ulje drejtuesit janë mësues që kemi zgjedhur që janë trajnorë tjerë. Universiteti nuk është në rol trajnuesit tjerë. Janë politikë. Kush është roli i departamentit? Ka rol departamenti, nëse ka sa përqind ka? Atëherë, një moment. Në vitin 2023 dhe vitin 2025, ndryshimet e reja që janë banë në strukturën e kualifikimit, skemen e kualifikimit, janë krituar grupe pune nga ministria dhe nga sektori i kualifikimit ku unë nuk bëj pjesë. Sektori i kualifikimit është një ndër sektorët e Agjencisë Sigurimit Cilësisë në drejtorinë e kurrikulës dhe trajnimeve. Drejtoria e kurrikulës dhe trajnimeve ka dy sektor, sektorin e kurrikulës dhe sektorin e kualifikimit. Të gjithë antarët, dhe me thënë specialistët, me në krye drejtuesen apo përgjegjësen e sektorit, në bashkëpunim me specialist nga ministria, ka krijuar një grup, pjesë e studimit, dhe me thënë si zhvillohet kualifikimi, kemi qenë gjithë, pasi janë marrë shumë shtete në analizë për me pasi bëhet në shtetet të ndryshme të botës kualifikimi, dhe pastaj ata kanë vendosur pas një pune disa mujore, kanë nxjerrë skemen e re të kualifikimit, e cila është në zbatim. Si 2023-shin, ashtu dhe në 2025-ën. Dhe grupet janë qendrore, gjithë mbledhjet janë banë në ministri. Nëse se cilët janë persona apo specialistët, unë nuk kam dijeni që t'ju them, por di që kanë qenë të përfshirë të gjithë sektori kualifikimit dhe specialist nga Ministria e Arsimit. Janë politikë bërësit, të cilët vendosin me ba ndryshime dhe me kriju grupët e punës sipas politikave që ato. Neve na u dha materiali i përgatitur nga ASCAP-i, shumë i mirë, perfekt, i gjatë, i shtjelluar, i detajuar. Mbi këtë material neve përgatitëm materialin ton që do t'i referonim mësuesve dhe pedagogët e departamentit të fizikës qenë persona që realizuan trajnimin. Dhe madje në fund të trajnimit u realizua dhe procesi i vlerësimit të mësuesve. Kështu që unë mendoj që roli i departamentit të fizikës të radhë të vit në 2024 dhe besoj se kështu do të vazhdoj dhe më tutje, ishte primar. Po, krejtësi. Shqipërisë. Ne i kemi përgatitur një material me 14 shkurt 2024. Dhe ky material jashtë shpërnda. Ka qenë një plan kombëtar për zhvillimin profesional të mësuesve, me fokus përmirësimin metodave të reja, kryesisht metodave interaktive në mësimdhënie, platformave interaktive, për me përmirësu mësimdhënien, por edhe për me arrit një progres në testimet PISA
Teams dhe Peers, kryesisht PISA dhe Teams, ku Shqipëria kishte probleme. Dhe materiali u përgatit, pra unë kam përgatit fizikën, me 3 module, ishin 2 module për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ndërsa moduli i tretë ishte për TOT-t, pra ato specialistët në drejtoritë arsimore, tjerë që ju si nuk e interesant. Atëherë ne masi krijuam këtë dhe ja dërguam pedagogëve në katedrat, në të gjithë universitetet e gjithë Shqipërisë, dhe kanë qenë të përfshirë nga ana jonë të gjithë mësuesit, të gjithë pedagogët. Ne kemi bërë disa seanca. Seanca e parë, parimisht, kemi dashur me sensibilizu koordinatorët lëndorë të gjithë institucioneve. Nga Universiteti i Tiranës ka qenë profesoresh Silvana. Nga universitetet e tjera, pra ka qenë vetëm një përfaqësues për me pas skemen e re të planit kombëtar të zhvillimit profesional dhe si do të përcillet në universitete për me bërë trajnimin e gjithë mësuesve të Shqipërisë. Pastaj, përveç kësaj, kemi bërë dhe seancë tjetër, kur kemi prezantu produktin. Në fakt kanë mungu, profesor, nuk kanë ardhur gjatë gjithë kohës. Pastaj ka qenë, për herë të tretë, ka qenë një trajnim që ne kemi bërë të dedikuar, të ndarë, jo të gjithë së bashku, po të ndarë sipas lëndëve. Për shembull, fizika kishte të gjithë mësuesit, pedagogët që ishin të përfshirë në trajnimet e mësuesve, duhet të ishin. Ka pas pungesa, ne kemi pas listën nga gjithë universitetet, ka qenë me një frekuentim të lartë Universiteti i Shkodrës, ka qenë i Gjirokastrës, ka qenë i Elbasanit, jo krejtësisht Vlora, ndërsa Tirana nuk ka pas pjesëmarrje. Kanë qenë vetëm 2 pedagogë. Ndërkohë ne bëm të gjithë pra ato module që ne kishim bërë do t'i trajnonim brenda një dite në Hotel International. Pastaj kemi pas një seancë tjetër që na kanë thërritur pedagogët, sepse prap kishin pa qartësira dhe kemi qenë pranë Fakultetit Shkencave me gjithë materialin për ta sqaruar. Në momentin kur filloi përfshirja atyre masive, pastaj ne nuk kemi pas ma kontakte me pedagogët, vetëm jo private, kur ato kanë kërku dhe kemi qenë të gatshëm për mi dhanë mase edhe trajnim, jo me udhëzime ose të dedikuara, por nga drejtori i institucionit na ka thënë që sa herë ato të kërkojnë diçka, ju jeni të gatshëm që t'i ndihmonin deri në momentin kur ato të fillojnë të implementojnë këto modulet ose t'i trajnojnë. Pastaj sektori i kurrikulës dhe i trajnimit ka i kualifikimit, jo i kurrikulës, është marrë me procedurën si ka necur, sa janë trajnuar, a janë trajnuar, vlerësimi, është marrë edhe vlerësimi i studentëve për performancën e tyre por njëkohësisht është vlerësuar edhe performanca e pedagogëve që kanë bërë trajnime dhe ne jemi në vazhdim. Tashti në muajin shkurt, ne kemi paketën tjetër me një modul, se materiali ishte shumë i ngjeshur vitin e parë, me një modul të ri për t'ia kaluar përsëri pedagogëve që ato prapë të vazhdojnë me zhvillimin profesional të mësuesve nga periudha mars deri në nëntor të vitit 2025. Në fakt, ne u bëm pjesë e këtij trajnimi në një formase të shtrënguar me kushte, si themi në fizikë, dhe e pam si një mundësi shumë të mirë bashkëpunimi. Pra, ajo do të quhej një hap juaj drejt nesh edhe ne drejt jush. Pra, nuk ishte diçka që ishte planifikuar në kohë dhe ne na ishte lënë liria e përgatitjes së trajnimit. Do të thotë që trajnimi i mësuesve kur vjen nga universiteti planifikohet, realizohet, ideohet nga universiteti në bashkëpunim me ju. Ne morëm diçka të gatshme dhe ju gjendëm, pra ne ju gjendëm, pavarësisht kundërshtimeve që pati gjithë departamenti, por pika ishte që ne po na jepet mundësia që të bashkëpunojmë dhe të japim rolin tonë, sepse edhe ne kemi përgjegjësi tona, edhe ne kemi lënë gjëra mangët, dhe ne duhet ishim drejtuar te ju, pra ishte hapi juaj që ishte shumë pozitiv. Por, thënë këtë, do të thotë që në këtë vit, nëse ju keni planifikuar përsëri të na jepni diçka të gatshme, siç e përmendët tani, nuk do të ishte fort e mirë pritur nga departamenti. Ju a them këtë
që të mos gjeneni përpara një surprize të refuzimit të departamentit të diçkaje të gatshme, sepse ne kemi kapacitetet në departament për të dhënë shumë më tepër se sa të bëjmë diçka që ju na e servirni ashtu dhe jo të shtrohet ashtu siç duhet. Pra departamenti i ka kapacitetet si këta që ka profesor aktual në departament, po kështu edhe gjithë profesorët e tjerë që jam e bindur kujdo që t'i drejtohemi në çdo gjë dhe vjen dhe na mbështet. Por unë kisha pyetje tjetër, doja okay. A mund të bëj unë një pyetje, se mund të lëviz? Një kalim tillë trajnimeve u bë me urdhër nga ministria. Dhe përgatitja materialit ishte jo të kopsitej deri në atë mas. Megjithatë, duke pas parasysh kohën e shkurtër që ju në mars do të kishit trajnimet. Edhe kur ju janë dërguar ato modulet, ju keni pas tematikat që ishte fokusi plani kombëtar, por me nxjerr nga situata gjendjen e mësuesve por një sekond. Jo, e kuptova, por nuk kemi pas detyrim ne që të bëjmë modulet A-ja në zh. Ama morëm një vendim dhe e keni pas të shkruar, nuk e di kur keni marrë materialet, që jeni të drejtë, jeni të lirë, që të përsosni materialin, ju e keni këtë si bazë, pastaj ju mi bazën e këtij materiali, do të përsosni, do të bëni gjëra, por ama duke ju referu këtyne temave që kishte fokus ministria. Pra, mi bazën e këtyne temave, ju do të keni lirin akademike, kuptohet, se e keni formimin e dur, për me ba trajnimin e mësuesve. Kjo ishte një pjesë e materialit. Biles në fillim thanë 50%, 70% nuk po i vëmë kufi, ama ata kanë të drejtë të vendosin, supozojmë, ne kemi vendosur një platformë, ju mund të vendosni edhe 5 platforma tjera. Mjafton që të kenë progres në përdorimin e metodave digjitale dhe të platformave interaktive mësuesit. Po si e jepni ju? Cila është përmbajtja? Pastaj ishte liria juaj. Nuk e di si ju a kanë, por edhe në trajnime ju ashtë thanë kështu. Ky është një material bazë, nuk jeni të detyruar, pa ama temat e moduleve, ju do t'i konceptoni si t'ju intereson. Në bashkëpunim, e kupton? A mund të bëj një pyetje? Përshëndetje. Lidita, dëgjohet profesori Xhepi? Profesor Xhep, nuk dëgjoni. Mos duhet me shtyp atë, mos duhet me shtyp. Po, tash është në rregull. Ja, një sekond. Jo, kanë bllokuar atje tek Ja, tash është në rregull, tash është në rregull. Lindita, e dëgjoni? Po dëgjoni, profesor Xhep. Jo, prit, se tash nuk dëgjohet sepse keni tash po. Tash po. E kanë bllokuar atje. Jo, se kanë bllokuar, dëgjohet. Dëgjohet? Po. Atëherë pyetja është thjesht fare. Qofse më dëgjojnë. Po, profesor Xhep, dëgjojnë. Cili është ndryshimi nga 80-a në 25-ën? Janë 45 vjet. Është më mirë apo është më keq? Sipas opinionit të referuesës. Nëse kërkoni opinionin tim si mësuese. Po, do me thanë, unë po jap vetëm një përgjigje dhe pastaj ju do të kuptoni shumë. Dhe mos më detyroni të vazhdoj më gjatë. Në momentet kur është hartuar programi i fizikës klasës 12, nëse jam referuar literaturës së teksteve po dhe programeve të vjetra, tekstet dhe programet para 90-s kanë qenë perfekcion. Dhe terminologjia ka qenë një terminologji perfekte, pa asnjë lloj problematike. Ndërsa gjithë këtë periudhë, me luhatjet, me ulje ngritjet, qoftë tek tekstet, qoftë tek programet, ka pas lapsuse terminologjik. Tash unë e vlerësoj shumë atë periudhë, sepse edhe funksionimi i atyre kabineteve pedagogjike
me të cilët kanë koordinu punën e universiteteve me seksionet e arsimit dhe me sjell çdo gjë në shkolla, ka qenë i mirë organizuar dhe të gjithë ato antar ose specialistë që merrnin pjesë në kabinetet pedagogjike ishin specialistë mirëfill, të cilët jepnin mësim edhe në universitet, por njëkohësisht ato ndjeqnin në mënyrë periodike edhe mësimin në shkollat e mesme. Për atë periudhë kam nostalgji pafund, por edhe nëse i bëj një analizë të gjithë literaturës, i kam ato tekstet edhe programet që në vitit 75 në zyren ku punoj dhe i shfletoj herë mas here. Unë për atë periudhë di që çdo gjë ka qenë perfekt. Lidhur me ndryshimet kurrikulare, kush është përgjegjës? Mund ta bëj edhe një pyetje të shkurtër. Mund ta bëj? Profesor Alin. Po, profesor Alin. Po. Pyetja është kjo, në lidhje me ato tekstet aktuale që zhvillohen në shkollën, të paktën në shkollën e mesme, aq sa di unë. Janë tekste të përkthyera nga një paketë e Universitetit o Oxfordit o Cambridgeit, po s'jam i sigurt. Ndërkohë që janë tekste, sipas opinionit tim, shumë rudimentare, japin njohuri tepër të fragmentuara, pa argumentime, dhe besoj se nuk janë përshtatshme për të formuar dije të shnosha në nivelin parauniversitar, në mënyrë që të përgatisin nxënësit e ardhshëm për studime më të thellura në nivel universitar e mëtej. Pyetja ime konsiston këtu: a jeni ju dakord me këtë vëzhgim timin vetjak, pra që këto libra janë krejt pa përshtatshëm, e para, dhe e dyta, çfarë pozicioni ka institucioni juaj në raport me ato tekstet, pra mjetet bazë që ju ofrohen nxënësve, dhe ky qëndrim është pasiv, që do të thotë ju trajnoni mësuesit duke qenë përballë një fakti të kryer, apo ju edhe ndikoni që për shembull tekstet të kenë një nivel sa më të përshtatshëm bashkëkohor. Kjo do të ishte pyetja ime. Pyetja është me vend dhe është shqetësimi më i madh edhe për mua si specialiste apo si një ish mësuese e cila ka punu që në vitet e shkollimit me 7 kurrikula. Tekstet angleze nuk u sollën si vendim i institucionit ku unë punoj. Pavarësisht se unë në atë periudhë isha në drejtimin e sektorit metodologjisë dhe punoja për kurrikulen, por ishte një specialiste e fizikës deri kur u bë provimi i programi i klasës 12, që pastaj e kam hartuar. Tashti, politika për marrjen e teksteve ishte me urdhër nga ministria. Këtë të shatia. Dhe e para, e dyta, tekstet janë sjell nga 3 shtëpi botuese, Oxford, Cambridge dhe Pearson. Por, unë kam shkuar disa herë në Angli, por nuk kam shku për hera fundit ishte për arsye pune, dhe duke qenë pjesë e arsimit, gjithmonë kam pa në dorë dhe kam ble tekste në Angli. Dhe kam pa që tekstet ofrohen nga disa shtëpi botuese, nga 5 shtëpi botuese, dhe këto janë kryesore. Por si Oxfordi, Cambridge dhe Pearsoni nuk hedhin treg të njëjta tekste, sepse atje shkollat janë me gjimnaze, dhe me thanë me fokus shkencor, me fokus siç ka qenë dikur gjimnazi i Shkodrës, që programet u moren nga Anglia, por ishte real, klasik dhe normalja. Pra, ato punojnë me borde. Bordet bëjnë testimet e nxënësve në fund klasës 11, në fund klasës 13. Atje sistemi është, nuk është 6, plus, si bjen, 3, plus 2, 10-11, dhe plus 3 që është ajo përgatitja nxënësve. Dhe Pearsoni, po them, ka tekste
të cilat lidhen me programet e Excelit, por edhe EQA. EQA nuk është në atë nivel të programit si që është Edexeli, ndërsa nxënësit që kërkojnë me shku në degët elitare do të marrin programin e Edexel, që është më i thelluar. Dhe unë kam pa tekst të cilët ne nuk i kemi në qarkullim. Kam pa tekst të nxënësve të cilët vazhdojnë shkencat e natyrës për klasën e 10, Pearsonin, që është shumë i thelluar. Ndërkohë që nxënësit në gjimnaze kanë një tekst tjetër. Tash i përzgjedhja nuk ka qenë kompetencë e institucionit. Ne kemi ardhur programet. Pastaj, në momentin kur u përkthyn tekstet, ne prap nuk është kompetencë e institucionit, sepse ministria krijon një institucion që është një komision, i cili quhet Komisioni i Vlerësim KVTSH-ja, Komisioni i Vlerësimit Teksteve Shkollore. Ai komision pastaj ndjek procedurën e certifikimit të teksteve, me konkurse e tjerë që ne si jemi fare pjesë. Unë jam para faktit që në momentet që u përkthyn tekstet, unë kisha fëmijë gjimnazist. Përveç punës që mu më duhet shikoja tekstet nga science deri tek klasa 9. Dhe kam pa që tekstet kanë përkthime të rënda. Unë e ngrita si problem her mas heret një gjatë të tillë, sepse unë do të hapi këtu një fragment për me u tregu ju, do me thanë problemet e rënda terminologjie që unë desh djali im, kur filloj në 2017 në gjimnazi. Dhe para se të fillonte me mësu, unë filloja me korrigju tekstin, që korrigjimet nuk ishin të vogla, ishin korrigjime, ndoshta 12 nërhyrje edhe tek një ushtrim. Dhe fëmia, pra kjo ishte nga eksperienca ime, bezdisej dhe më thoshte ti, më detyron mu, me marrë një tekst korrigju. Tashti ku, pavarësisht se unë ngrita zërin disa herë, sepse me tekste kisha punu gjithë vitin dhe nuk ishte kompetencë e institucionit ku unë po punoja. Ishte certifiku nga ministria, nga ky komision. Ka pas edhe pedagog në këtë komision. Atëherë, në 2020 nolli pandemia, ju e mbani mend atë periudhën kur jepeshin ato videot online dhe ne si institucion kishim për detyrim me barë redaktimin shkencor të orëve mësimore. Unë bëja redaktimet shkencore, harxhoja orë të gjitha, dhe disa orë mësimore e hidhja poshtë, duke thënë që terminologjia që përdoresh të gabuar, por kuptova sa i mësues që po dilte aty, bazohej në tekste. Biles, vuna re edhe një diçka dhe temat mësimore ishin gabim. Dhe në atë moment, instituti sa po mbaroi ajo periudha 3 mujore e pandemisë, mori një iniciativë për me bë korrigjimin e teksteve. Dhe me redaktor shkencor, unë kam këtu mësuese që i kemi pas të angazhuara, 12 tekste. Edhe unë kam punu në tekste i kam korrigju vetë, edhe pse unë kisha me koordinu vetëm punën, kam marrë një ekip për 35 specialistësh për me bë korrigjimin. Kanë bë një punë të përsosur. Sidomos klasën e 12 që unë mora disa veta se ishte e pamundur për atë periudhë 2-3 mujore që t'ja lija vetëm 3-4 vetave. Dhe është bë korrigjimi shkencor në mënyrë që ato t'i reflektojnë. Tashi kjo ishte puna jonë dhe tjetër, bëm edhe një diçka tjetër, unifikum temat në programe, i detyru mësuesit që pavarësisht nga teksti që përdoren. Nëse ato kanë oren energjia mekanike ose ligjet e shndërrimit të energjisë mekanike, të mos e shkruajnë dikush ndryshe. Ose nëse kanë për me trajtu, për shembull, nxitimin e lëvizjes trupit, nxitimin e rënjes lirë, të mos jetë një tekst nxitimi i shkaktuar nga rëndesa, e një tekst nxitimi, e një tekst nxitimi i rënjes lirë. Por ja vendosëm ne si institucion, i kemi punu të gjitha, edhe këtu janë mësuese të cilët i kanë marrë këto dokumente, por gjithmonë lindi nga ajo që u pa në videot që mësuesit dilnin në televizor dhe nuk e kuptonin se janë të i thanë gjitha gabim një pjesë, se një pjesë kanë punu shumë mirë, por një pjesë e videove ishin me shumë probleme. Tash unë nuk. E qartë. Faleminderit.
Nuk dëgjohet. E kemi pas Vilmen në kurs, po në 86-ën profesor. Po nuk ka pas. Fitus? Shkollën tonë 86-ën është bërë. Një mësuese? Pas në dorëzu gjithë për çdo lëndë unifikimin e temave që pavarësisht nga tekstet, nga përmbajtja e teksteve, mësuesi kur të futej në klasë thoshte kam këtë temë simore, pavarësisht si e kishte shkruar këtë temë simore në përmbajtjen e lëndës tek teksti i tij. Edhe klasa 10-11, tekstet e Oxfordit, Cambridge'it dhe të Pearsonit nuk i kanë tradhitur një lloj kapituit. Pra, do të thotë që nëse një nxënës në shkollën e tij përkatëse ka filluar me, po thona, Cambridge'in, në momentin që ai ndron shkollë, ai janë kapituj që nuk i ka bë tek Oxfordi dhe i bjen me përsërit njëjtin kapitull që i ka bë tek Cambridge'i ose Anasjaltas. Janë probleme që ne s'mund t'i zgjidhim, përderisa është me ligj alter teksti. Vetëm klasa 12 ka një tekst, pa dhe teksti i klasës 12 ka shumë probleme. Në terminologji, në përkthim ka shumë probleme.